jo vetëm me Ibrahimovicin, po edhe me ju e dini edhe me Osmana që nënshkroi kontratë, edhe Ibrahimovici, edhe Yllgashi, të cilët janë në Bayern. I uroj të tretë për kontratat e mira që i kam bo dhe falenderoj që Bayernin që i ka vlerësu dhe po më duket vetja që sikur mi pas ka me i bo 2 treshe tash, 1 treshe e kemi në Hoffenheim dhe 1 treshe tjetër në Bayern. Kjo do të ishte knatësi. Sigurisht që ne i kemi ofru mundësit tona dhe ju kemi tregu që jemi të interesum, është çështja e tyre me vendos, shpresoj që të vendosin me zemër drejt. Po ju me siguri e dini se lindi ka qenë në Kosovë. Po, edhe ka qëndruar nëpër ambientet tona bashkë me familjen e tij, po edhe në Kosovë, po edhe në objektet tona të federatës, domethënë, kështu që jemi në kontakte të mira. Ajo është i ri, dhe të stabilizohet dhe të vendoset në Bayern, ne ja dojmë gjithsesi të mirën dhe ju kemi thonë që të treve që ju edhe Yllgashit edhe këti, sidomos këti, edhe Ibrahimovicit që ata të tashmë të fokusohen në klub, që t'jenë aty, që të ngelen në Bayern dhe të konkurrojnë për vendet e tyre të mundshme.